Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të bërë një përmbledhje, ashtu siç kemi bërë në fakt gjithmonë përmbledhje, se çfarë do të ndodhë në Big Brother në Prime-in e natës së sotme. Një Prime i cili u anulua natën e mbrëmshme në shenjë respekti të lojës së Kosovës me Turqinë, që realisht djemt na bën krenar dhe unë dua që t'ju uroj gjithmonë të jenë entuziast, të jenë të fuqishëm që edhe ne nga mbrapa të bëjmë Kosovën dhe Shqipërinë një krenare si gjithmonë. Çfarë do të ndodhë sonte? Sonte pritet një prime shumë i nxehtë, po afrohemi drejt datës së finales, po afrohemi drejt datës së madhe. Asaj date që në fakt është komentuar, është përfolur, kur do t'jetë dita e finales, kush do t'jenë finalistët, sa do t'jetë numri i finalistëve, sonte Ledion Liço do të bën publike gjithçka. Unë e di që Big Brother është i paparashikueshëm, do me thënë ne mundohemi ta parashikojmë sa do mundemi, por ajo që ndodh aty është e paparashikueshme. Fillimisht njëherë mbrëmja, si gjithmonë, Prime-i, do të hapet me një përmbledhje të debateve dhe diskutimeve që ka ndodhur gjatë gjithë kohës brenda shtëpisë. Edhe pse do me thënë sonte është një natë manifestimi për këta banorë, sepse do të dinë ditën se kur do të dalin nga ajo shtëpi finalistët, nuk janë dalur së debatuari, së ofenduari, së përdoruri fjalët nga më të rëndat, vetëm e vetëm do me thënë për ta prekur të famshmin Prime, do me thënë për të qenë protagonist natën e sotme. Kemi debate të ashpra mes Rogertit dhe Brikenës dhe Mirit, një debat që e çoi Rogertin që të zhvishet dhe të hidhet në pishin. Kemi debate të ashpra jashtëzakonisht shumë mes Rogertit dhe Selinës që në fakt janë që në ditën e parë dhe nuk ndalojnë, por këtë debate kemi pasueshëm edhe tek Brikena në këtë rast, do me thënë. Me Mateon dhe Rogertin nuk diskutohet, debatet janë pafund, do me thënë, është një natë debatesh, është një natë diskutimesh, është një natë dinamikash. Çfarë do të ndodhë sonte? Përpos këtyre debateve, me patjetër që do të kemi dhe surpriza, janë banorët në televotim, një televotim i hapur këtë herë nga Shëndriti, pas kutisë së Pandorës, ku do të shohim se kush është banori që do të largohet. Në këtë televotim janë Shëndriti, Mali dhe Edisa, që për mendimin tim, do me thënë duke bërë krahasimin e lojës që kanë bërë, Edisa nuk është se ka bërë ndonjë lojë, por ka qenë personazh më interesant brenda shtëpisë, do me thënë me ato qëndrimet e saj, ndërhyrja që ka patur me çiftin Mateo dhe Brikena, lojën që ka bërë, mendoj që krijon një lloj kurreshtje te publiku dhe publiku do ta mbajë edhe këtë javë. Le të themi publiku produksioni. Në anën tjetër, Shëndriti është një banor që i duhet asaj shtëpie, do me thënë e luan rolin e provokativit, provokon në të gjitha dimensionet. Tani me sa e kuptoni, do me thënë janë ndarë grupe të tjera në shtëpi. Shëndriti me Selinën është një grup, Brikena dhe Mateo është një grup, dhe Juela, Edisa, Miri dhe Rogerti janë një grup, ndërsa Mali është i vetëm brenda kësaj shtëpie, do me thënë nuk është se ka ndonjë grup me të cilin rinë ndan momente etj, është i vetëm në lojë dhe i vetëm në fakt ka vazhduar. Dhe mendoj që në këtë pikë të lojës, banori i cili do të largohet sonte, sipas idesë time dhe analizës time, jo sipas votave të publikut, do me thënë gjithmonë duhet të kuptojmë këtu përfshihet pak dhe interesi i produksionit, se sa interes ka për t'i mbajtur këto banor brenda. Unë mendoj që banori i cili do të lërë shtëpinë në këtë pikë të lojës është Mali, sepse Mali nuk ka më çfarë t'i jep asaj shtëpie, mendoj që i dha të gjitha dimensionet, nuk më merr mendja që Mali është i përzgjedhur për të shkuar në finale nga ana e produksionit si nga Kosova, sepse gjithmonë kur ka patur nga Kosova njëri ka shkuar në finale, këtë e tregon historiku i Big Brotherit. Unë mendoj që Mali para Brikenës nuk shkon dot dhe banori i cili sonte për idenë time, për mendimin tim që do të largohet nga shtëpia është Mali, sepse Shëndriti luan një rol të rëndësishëm, bën provokime, krijon, ka do me thënë kreativitet loje, dhe ai banori duhet shtëpisë të paktën edhe 2 javë duhet, sepse nuk them që do të shkon finale.
Ndërsa Edisa, patjetër që duhet në shtëpi, ka nevojë shtëpia për vajza, ka nevojë shtëpia për provokime dhe mendoj që mali largohet. Tani, kur flasim për te data, unë ditën e djeshme dhash sa mendime dhe disa analizat e mia duke u bazuar në numrin e banorëve që janë. Unë e dhash si datë finale, do me thënë datën 25 prill. Por, duke u bazuar në Big Brotherat e vitit kaluar, do me thënë mund të shkojmë edhe më datën 7 maj, të shtunën e 2 të majit. Por mund të jetë dhe më datën 18 prill. Tani, kjo është një ngjarje që ndodhe një herë në vit për televizionin Top Channel, them unë. Dhe televizioni Top Channel ka treguar që këto ngjarje kaq të komentuara, kaq të përfolura, sepse ky Big Brother ka dalë jashtë çdo dimensioni, do të thënë ka qenë tepër i ndjekur, ka kaluar çdo format. Ne ishim në pikpyetja, do të mundet të kalon një Big Brother shikueshmërinë si Big Brother i gjestit, por ky Big Brother theu rekorde. Tani, produksioni, siç duket, unë mendoj që do ta shton pak. Edhe data finale, për mendimin tim, nuk është data 18 prill, sepse jemi shumë afër dhe janë 18 ditë. Ndërsa produksioni mund ta çon deri në datën 25 prill. Është tamam fiks, do me thënë, për t'i nxjerr banorët, për të krijuar një finale të bukur dhe për të punuar për atë finale. Dhe mendimi im që finalja do t'jetë më datën 25 prill. Ndoshta do t'jetë për herë të parë në formatin Big Brother që një finale mbahet më 25 prill. A do t'jetë në maj? Edhe në maj ka shansa mund të shkon, sepse ndoshta duan ta vazhdojnë edhe në interes të banorëve është kjo gjë, se në fund të ditës banorët paguhen për qëndrim aty brenda, paguhen për çdo ditë. Dhe mendoj që sa më gjatë të shkon më interesi i tyre do të ishte. Po atëherë si do të ndodh dalja, nëse do del nga një njeri në Prime, i bie që do me thënë duhet të ketë dhe 5 Prime, që në kupton edhe 4 javë, edhe më falni, edhe 2 javë e një ditë i bie për Prime, është fiks, do me thënë shkojmë te data 25. Për ta shtuar edhe pak, një Prime nuk do të nxjerrin një banor, por më e qarta, do me thënë, është data 25 prill për t'u larguar për të qenë ata finale. Tani, sa finalist mund të jenë? Për mendimin tim, do me thënë mund të jenë 5 finalist, nuk do t'jenë 4, por do t'jenë 5, dhe dyshoj që do t'jetë Brikena, Matteo, Miri, Rogerti dhe Selin. Do me thënë e kanë me patjetër që të përfshin Brikenën në finale, sepse mendoj që do t'jetë një fotografi shumë e keqe për televizionin Top Channel, në qoftë se një banor nga Kosova nuk do t'jetë pjesë e finales së madhe. Nuk mundet pa e çuar në finale Mirin, nuk mundet pa e çuar në finale Rogerti, nuk mundet pa e çuar në finale Selin, nuk mundet pa e çuar në finale Matteon, sepse atëherë do t'jetë pa drejtësi, nga që kanë qenë banor që kanë dhënë lojë. Unë kam thënë ky Big Brother nuk ka qenë Big Brother individual, do me thënë Big Brother i një banori, ka qenë Big Brother i të gjithë banorëve. Nuk kishte këtë vit një fenomen, kishte shumë fenomene. Dhe kështu që mendoj që 5 janë banorët të cilët do të shkojnë në finale. Ndjekim sonte se çfarë do të ndodh. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.